Platforma shtetërore i Albania ka dalë jashtë funksionit pikërisht në momentin kur Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit po përballet me një nga skandalet më të rënda të një institucioni shtetëror në Shqipëri. Institucioni nga i cili varet i Albania është goditur nga hetimet e spakme, drejtoreshën e tij në arrest për grup të strukturuar kriminal dhe me emra të tjerë kryq si Ergys Agasi, të përfshirë në dosje që flasin për kapje tendrash dhe lidhje me krimin e organizuar. Në këtë klim tronditse, mos funksionimi i platformës i Albania nuk perceptohet më si një problem teknik i rastësishëm, por si pasojë direkte e kalbëzimit të një strukture që kishte në dorë miliona euro fonde publike dhe infrastrukturën digjitale të shtetit. Në vendimin e gjykatës së posaçme për masat e sigurisë ndaj të akuzuarve për tendrat e Akshit dalin të paktën 2 persona që rezultojnë të implikuar edhe në vjedhjen e databezit në sistemin Teams të policisë së shtetit. Ngjarja e ndodhur 2 vite më parë, në 2 gusht të vitit 2023. Personazhi i parë është Ervina Gjana, drejtoresh e drejtorisë për hetimin e krimit kibernetik, e emëruar në këtë post pikërisht në ditën kur ka ndodhur edhe vjedhja të dhënave të Teamsit. Emërimi i saj u bë në kohën kur ministri i brendshëm ishte Tauland Balla dhe drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Muhamet Rumbullaku. Sipas të dhënave, procedura e emërimit të Gjanës ka qenë në shkelje të plotë të ligjit me emërimet në policinë e shtetit. Në kuadër të hetimeve për tendrat e Akshit, hetuesit e BKH-s kontrolluan banesën e Ervina Gjanës dhe bashkëshortit të saj Renato Hricit. SPAK kishte informacione të sakta se Hristik ishte person lidhës i Ergys Agazit, herë në rolin e shoferit personal e herë në role të tjera. Hetuesit dyshojnë se Ergys Agazi përmes drejtoreshës Gjana ndikonte drejt për drejt në strukturat e hetimit kibernetik, duke i përdorur ato për të goditur biznese të lishma ose grupe kriminale rivale me synimin për t'i larguar nga tregu ku ai ose rrethi i tij kishin interesa. Në këtë kuadër, në dosje janë përfshirë edhe pamje video ku Agasi dëgjohet të thotë: "Shiko tani, do të vijë Ervina se do të bëhet një aksion për disa falsifikime." Personazhi i dytë që del në dosjen e tendrave të Akshit dhe lidhet me vjedhjen e databezit të Teams është Klodian Mazari. Ai është një nga civilët që me 2 gusht 2023 u futën në ambientet e policisë së shtetit dhe qëndruan për një kohë të gjatë për të kopjuar të dhënat e sistemit Teams. Sipas dosjes hetimore, Mazari rezulton të jetë kryetari i komisionit të shqyrtimit të ankesave pranë Akshit dhe njihet si person i lidhur me Ermal Beqirin, biznesmenin e shpallur në kërkim nga SPAK për tendrat e këtij institucioni. Hetimi tregon se Klodian Mazari dhe 2 anëtarë të tjerë të këtij komisioni kanë shqyrtuar ankesën e kompanisë Advance Business Solution me pronësi të biznesmenit Geron Meçe, i cili më pas u rrëmbye nga grupi kriminal që kishte privatizuar tendrat e Akshit. Sipas SPAK-ut, Mazari dhe anëtarët e tjerë të komisionit kanë sajuar argumente jo ligjore për të rrëzuar ankesën e kompanisë së Meçes. Përfshirja e këtyre 2 personazheve në hetim për tendrat e Akshit forcon dyshimet se autorët e vjedhjes së databezit në sistemin Teams kanë vepruar si grup i strukturuar kriminal. Njëkohësisht ajo ngre dyshime serioze se kemi të bëjmë me një organizatë më të gjerë dhe më të rrezikshme, e cila synon kontrollin dhe grabitjen e të dhënave sekrete që ruhen në institucionet e shtetit shqiptar.